Vazhdojmë tani me përgatitjen. Fillimisht do të përgatisim sherbetin. Në këtë recetë kemi nevojë që të shtojmë pak sherbet, jo shumë. Në total do të përdorim një gotë. Gota është për 250 ml dhe e kam mbushur plot me sheqer. Dhe në të njëjtën sasi, sa kemi shtuar sheqer, aq do të shtojmë edhe ujë, një gotë 250 ml me ujë. Vendosim tani në zjarr mesatar që të zihet dikon për 10 minuta. Ndërkohë që sherbeti zihet, ne vazhdojmë që ta përgatisim kadaifin. Tani marrim një tjetër tigan më të thellë dhe aty shtojmë dikon 75 gram gjalp. Unë po përdor gjalp bio të shtëpisë, mund të përdorni margarinën ose gjalp të blerë. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar dhe presim derisa gjalpi të shkrihet. Tani tek gjalpi i shkrir do të shtojmë 250 gram kadaif të prerë imët. Vazhdojmë që ta fërgojmë tani në zjarr mesatar kadaifin dikon përgjithsisht për 7 deri në 8 minuta derisa të merr një ngjyrë të kuqëremtë. Tani që kadaifi është fërguar dhe ka marrë një ngjyrë të mirë, vazhdojmë që ta zbrazim në gota. Unë sot këtë ëmbëlsirë do ta bëj në gota, por ju mund ta bëni edhe në tepsi nëse keni dëshirë. Mua më pëlqen që ta shërbej kështu. Sherbeti është zier për 10 minuta dhe është i vakët, pra që të dyjat janë të vakta, edhe sherbeti edhe kadaifi. Tani mbi secilën pjatë me kadaif shtojmë pak sherbet që ta zbutim. Kadaifi është një nga ëmbëlsirat që më së shumti tërheq sherbetin. Pra pin shumë sherbet, edhe nëse duket që është lagur shumë, nuk është shumë. Vazhdojmë tani me përgatitjen e krimit. Fillimisht, në një tenxhere më të madhe, do të shtojmë 1 litër me qumësht. Vazhdojmë tani që të shtojmë sheqerin dhe sheqer do të shtojmë 8 lugë gjelle. Nëse juve ju duket pak, mund të shtoni 1 lugë gjelle më shumë, dhe nëse ju duket shumë, mund të shtoni 1 lugë gjelle më pak. Shtojmë pak aromë vanilje. Ashtu të kremi do të shtojmë vetëm 1 kuqe të vezës. Dhe vazhdojmë që ta shtojmë një shisten. Në total do të përdorim 6 lugë gjelle me një shiste. Pra kjo krem bëhet vetëm me një shiste. Vazhdojmë tani përzijim mirë njëherë që të gjitha përbërësit që kemi shtuar brenda të treten që kremi mos na mbetet me trupa. Dhe tani vazhdojmë me zjerje. Në zjarr mesatar do ta zijojmë derisa kremi fiton trashësinë e dëshiruar, duke e përzier pa ndërprerje, sepse kremi do të zihet shpejt. Ju lutem qëndroni afër. Kremi është gati, ka fituar trashësinë e dëshiruar, tani më e largojmë nga zjarri. E kremi vali nxehtë do të shtojmë 100 gram me gjalp. Vazhdojmë përzijem tani, derisa gjalpi të shkrihet tërësisht te kremi. Pasi kremi është vali nxehtë, gjalpi do të shkrihet me njëherë. Mund të përdorni edhe margarinë në vend të gjalpit. Tani, për ta bërë edhe më kremos, do të shtojmë brenda 200 ml krem pona për ëmbëlsira. Vazhdojmë përzijem edhe njëherë tani, derisa gjitha të lidhen të bëhen bashkë dhe të na bëhet një krem i mirë. Vazhdojmë tani t'i mbushim me kremin që përgatitëm, por mos harroni të lini pak vend, mos i mbushni deri lart, sepse do të vazhdojmë që ta shtojmë tani këtu edhe kremin me vishnje. Vazhdojmë që ta përgatisim kremin me vishnje. Në një tenxhere më të vogël do të shtojmë 300 gram vishnje të ngrira. Tek vishnat vazhdojmë që të shtojmë 200 ml me ujë dhe tani do të shtojmë edhe pak sheqer. Sheqerin mund ta përshtatni sipas shijeve të juaja. Unë do të shtoj vetëm 3 lugë gjelle me sheqer. Vazhdojmë tani tek vishnjat që të na bëhet kremi më i trashë. Shtojmë një pako me puding të vaniljes. Përzijem mirë që mos na mbesin brenda trupa tani tek kremi dhe vazhdojmë ta zijojmë në zjarr mesatar për disa minuta
derisa kremi na troshet. Dhe tani me kremin e troshur prej vishneve, i mbulojmë ëmbëlsirat. Ju sugjeroj që t'i provoni këto ëmbëlsira, sepse me të vërtet janë unike. Përzierja e kadaifit, kremit dhe vishnjeve sipër e bën këtë ëmbëlsirë të jetë speciale. Dhe tani që kemi përfunduar me mbushjen e gjitha gotave, gjithçka që duhet bëjmë është që të lejojmë që ëmbëlsira të thofet në frigorifer diku për 2 deri në 3 orë të shtrëngohet mirë dhe është e gatshme për ta shërbyer.